Redion, ndalemi përsëri tek Gjermania, është vendi praktikisht ndoshta me buxhetin më të madh të mbrojtjes për 2026, 108 miliard euro, një super buxhet faktikisht për rivitalizimin dhe riarmatimin e Gjermanisë, pasi le të themi ka qenë në fjetje deri më tani një shtri shumë e vogël me pajisje që nuk ishin në përdorim, kishin zënë ndrysh, por tani ka nisur me të vërtet një fazë modernizimi. Por shumë ekspert japin alarmin se Gjermania po vazhdon të armatosë më shumë tek industria rënd, pra tanke, avionet F-35, Typhoon F-2000, nëndecet e reja, mjetet e tjera të blinduara. Ndoshta duhet të shkojë më shumë drejt dronëve, ky është shqetësimi i ekspertëve? Unë do thoya që nuk është thjesht aq e pamenduar kjo strategji e Gjermanisë, pavarësisht mendimit të ekspertëve. Lufta në Ukrainë ka vërtetuar që në fund të ditës çizmet në terren dhe mbreti i fushbetejës që është artilleria vazhdojnë të jenë vendimtar në avancimin e vijës së frontit. Sigurisht që modernizimi që kemi parë, sidomos në luftën e droneve, ka sjell, le të themi, një revolucion ose një evolucion masiv në mënyrën se si luftohet lufta në ditët e sotme, por ajo nuk është asnjëherë decizive. Ajo që është decizive në avancimin janë fakt trupat në terren dhe platformat të cilat e mundsojnë këtë gjë. Prandaj unë mendoj se Gjermania është duke investuar në platforma të mëdha të cilat ndikojnë në ndërveprueshmëri, komandim, kontroll dhe në ato që quhet operacione të përbashkëta. Pra është e pamundur që të kesh forca në terren të koordinohen me njëra tjetrën me thjesht instrumente teknologjike të momentit, siç janë dronet të cilët kanë largësinë e tyre tepër të limituar, forcën e zjarrit të limituar, ndërkohë që platformat masive si batalionet, brigadat e tankeve, sistemet e nëndeceve, elementet të komunikimit dhe komandim kontrollit janë ato që mundsojnë avancimin efektiv në fushën e betejës. Prandaj unë do të thoja që është një qasje e matur. Nga ana tjetër duhet kuptojmë që me zhvillimin e inteligjencës artificiale shumë nga këto platforma bëhen rudimentare në krye të 1 ose 2 viteve, ndërsa ato platforma të cilat mundsojnë fuqi masive zjarri në fushën e betejës vazhdojnë të mbeten aty për një kohë të gjatë. Ne kemi vënë re gjithashtu që për këto platforma kanë pësuar një transformim shumë të madh në mbrojtjen e tyre, sidomos në këto 2 vitet e fundit, ndaj dronëve në veçanti, por edhe aftësia e tyre në zgjerimin e rrezës së veprimit të tyre, të zjarrit të shpejtësisë. Pra, platformat ndihmojnë që të projektosh fuqinë në një distancë më të madhe dhe zhvillimet e reja teknologjike janë ato të cilat i shtohen, pra aksesorët të cilët ndihmojnë avancimin e trupave. Pra, unë mendoj që Gjermania po e nis praktikisht me thelbin, me bazën, me themelet e asaj që duhet për të ngritur një forcë efektive luftarake dhe më pas ta pasuroj ato me elementet e tjera siç është kjo e teknologjive të fundit, të cilat sigurisht kanë dëmin e tyre, por ai është i kufizuar. Kolonel, dhe një koment fundit pikërisht për këtë pyetje. Mendoni se është drejtimi i dur për sa i përket modernizimit të ushtrisë gjermane, pra konsistenca në armatimet e rënda, në tanke, avion, praktikisht armët bazë mund t'i quajmë. Artilleri. Po, unë gjë më mendje, po mund të kem pak një mendim pak më ndryshe se ajo që ju përmendët në studio. Ky është mendimi im, pra unë nuk përfaqësoj për momentin asnjë institucion. Sipas asaj që mendoj unë, po, është vërtet që ka analistë të ndryshëm të cilët po kritikojnë përqasjen gjermane sepse po investon në atë modelin e luftës klasike, si një modeli të shkuar, pra duke bler avion F-35, helikopter, tanke, sisteme artillerie të rënda tjera. Por në të kohë ka disa analistë të tjerë që thonë që duhet të zhvilloj sistemet e dronëve të avancuar, sistemet autonome, inteligjencën artificiale, por edhe luftën elektronike. Pse duhet të ndodhë, pra ky gërshetim i asaj klasike, si luftës klasike me luftën moderne. Unë do të jap thjesht një shembull. Në një nga tavolinat e rrumbullakta që unë mora pjesë, po diskutohej kostoja e shkatrimit të një droni dhe u mor si shembull shkelja e hapësirës ajrore të Polonisë. E dini sa ishte kostoja e shkatrimit të një droni? Kalonte me miliona euro. Pra u përdorën avionet F-16, F-18 për të hedhur një dron që kosto e tij fillon nga 500 euro e më lart. Pra këto dron që shkelen hapësirën ajrore të Polonisë nuk ishin më shumë se 3.000 deri në 10 deri në 15.000 euro. Pra u harxua një raket që ishte nga 1.5 milion e lartë. Pra kjo është ajo efektshmëria, është e nevojshme.
Superioriteti në ajër është shumë i nevojshëm. Sistemet e mbrojtjes raketore, kundërajrore në Ukrainë sot janë heronjtë e vërtet. Ata që përmbrojnë çdo ditë, përmbrojnë heronjtë e vërtet. Dhe në këtë vend ka sisteme që kanë zhvilluar dhe këtu ne mund të mësojmë. Jo vetëm ne, si vendet vogla, por edhe Gjermania mund të mësojë. Ukraina është një burim i pashtershëm mësimesh se si ne duhet të ndërtojmë një forcë të armatosur nesër. Nëse nuk do bëjmë ndërthurjen dhe do kthehemi vetëm në atë luftën klasike, atë që bën sot Rusia, luftën masive, kjo nuk është ajo përqasja e duhur. Pasi sot kemi Rusia ka ardhur në Europë, ka ardhur nëpërmjet tokës, ka ardhur nëpërmjet detit, ka ardhur nëpërmjet ajrit. E rëndësishme është të kundërveprojmë, po jo me raketat të përdorura nga F-18 apo nesër nga F-35. Kjo do të ishte kosto shumë lart. Shumë i qartë, kolonel. Kolonel, ju falenderoj shumë për kohën, Redion shumë faleminderit. Bashkë ndahemi këtu për pjesën e parë në War Zone dhe ritakohemi pas publicitetit.